الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun falenderoj dhe vetëm nga I falë dhe I kërkoj. Të dashur vëllezër, brenda muajit Ramazan, muslimanët janë ballavaçuar me një ndodhi, me një betejë shumë të madhe, që quhej betejë e Bedrit dhe quhet tash betejë e Bedrit. Ajo ka ndodhur ditën e 17 muajit Ramazan që vjen nesër. Unë desha ju të flas në lidhje me luftën e Bedrit, se shumë herë kemi sqaruar, kemi folur për këtë çështje, por desha të flas për mrekullitë që ka ndodhur në luftën e Bedrit ose në betejën e Bedrit. Sepse betejë e Bedrit ka qenë një epopë, diçka shumë e madhe, që vetë ka përmbajt shenjat të qarta të fitores dhe të edukimit dhe të moralit që kanë pas besimtarët. Mos flasim në aspektin e besimit. Lufta e Bedrit me të vërtetë tregon trimrinë e sahabëve në krye me Muhamedit Zamir, po tregon edhe edukimin dhe moralin që kanë pas besimtarët. Të ndeshëm vëllezër, pse për shembull lufta e Bedrit ose betejë e Bedrit është madhështore, është diçka shumë e madhe, sepse ka qenë betejë e parë që kanë bërë muslimanët me mushrikët e Mekës. Do të thonë, realisht ka tregu organizimin e fuqishëm që ka organizuar Muhamedi në Medinë. Në Mekë s'ka qenë ashtu, në Mekë ka qenë muslimanë, kanë qenë jo të organizuar mirë për Medinë, me formimin e shtetit islam, organizuar në ushtrinë edhe gjitha rregullat që I posedon nëse duhet t'i posedon t'i ketë një shtet. E dita, lufta e Bedrit e ka ndarë pas vërtetën dhe të pavërtetën. Luftën e Bedrit vetëm se është marrë vesh se kush është e vërteta dhe kush është ose cila është e pavërteta. Të dashur vëllezër, pas e lufta e Bedrit ka treguar Muhamedi në atë luftë se muslimanët luftë nuk shkojnë me vrarë njerëz, me masakru, me vjedh, po shkojnë për me ngrit lart emrin Allah subhanahu wa taala. Edhe luftën e Bedrit çka ka ndodhur. Ka vdek edhe muslimanë, po mundësit që I kanë pas muslimanë me vra mushrik nuk e kanë bën këtë gabim. Pse me vra? Nuk o qëllimi me vra njerëz, o qëllimi me udhëzu njerëzit në botë. Të dashur vëllezër, prej mrekullive që kanë ndodhur në luftën e Bedrit është zbritja e shiut. Një natë para, për shembull sante, o nata e 17, e besimtarët kur kanë rënë me pushu me fletë, ka ra për shi. Jo shumë. Ka ra pak sa mi pastru. Po pse Allahu subhanahu wa taala thot Kur'an: "Wa yunazzilu alaykum min as-sama'i", dhe ju zbritim nga qielli juve min as-sama'i ma'an, ujë, shi, li yutahhirakum bihi, që t'ju pastron Allahu subhanahu wa taala me ujë, wa yudhhib ankum ar-rijs ash-shaytan, edhe t'ju largon atë të keqen e shejtanit, wa liyarbita ala qulubikum, edhe që t'i lidh zemrat e juaja, wa yuthabbita bihi al-aqdam, edhe t'ju forcon këmbët. E tash dietar, se për këtë ti ajeti thot Allahu subhanahu wa taala I ka përmend 4 qëllime në zbritjen e shiut. E para, I ka pastru nga papastërtia. Besimtarët kreta të nxumë kanë qenë, I ka pastru nga papastërtia. E dyta, o ka largu vezvesën e shejtanit.
Ato jo që kanë pas, do jo, po e nëse kanë pas, i ka pasur. E treta, u ka forcu zemrat. Se lufta nuk bëhet me armë. As me tank, as me aeroplan. Si më s'ke zemër, atë aeroplanin se në nisë. Ti e nisë kështu, apo për me shku me luftu se në nisë. Se nuk e dia kthesh ajo. Por atë shkak do me thonë lufta nuk është vetëm armë, edhe me qenë i mençur, edhe i Zotit. Por është edhe me pas zemër, me qenë trim dhe me qenë azgan, plus ta tjera që i përmend. Dhe katërta, të ndeshë vëllezër, shkretina ka rao pak shi edhe pas e ka bot atë baltën, atë locin, atë tokën më të mirë për me ecë ushtarët e besimtarëve. Dhe me thonë, kur kanë shkel tokë, si e ka tërhek tokë, kanë ngjit pak, e dy të me thonë, jo me rëshqit, për kundër, jo besimtarëve. Ata dhe me thonë, kanë rëshqit, janë rëzohe, janë... Allah subhanahu wa taala këta rregulla i ka palapa, këta mrekulli ka palapa për besimtarët e Mekës, jo rastisht kanë fitu 313 me 1000. Dhe me thonë, 3 herë, ma shumë kanë qenë mushrikët e Mekës, edhe ato shumë të organizohë kanë qenë. Se dhe njëherë ne dimi në nësmu njerëzit, jo, s'ka nevoj më nësmu. Për shembull, tash, jo kines janë mushrik, kines janë mushrik, a më kanë përparu njerëzit. Më zvahakin. As janë mushrik janë. Apo, ama tash që janë mushrik edhe nuk dina, ja din valla. Zotit janë. Duhet me fol hakun të vërtet. Edhe për mushrikët e Mekës. Por ne me kanë qenë mushrik. Ama kanë qenë të organizuar, kanë pas ushtri, kanë pas polici. Këtë që ka nevojë një shtet me kej kanë pas. Kanë pas pasuri, kanë pas njerëz trima, njerëz azgana. Por atë ka Allah subhanahu wa taala tu e ka dallu, dhe me thonë, krejt po, ama besimi e fiton jo besimi. Dhe me thonë, tash, imanin në Allah subhanahu wa taala, dhe me 3 herë, 5 herë, 10 herë, më të fort, më se saj tjetëri që s'ka iman. Dhe dhe që vëzër, interesant rrekullie di që kanë ndonë luftën e Bedrit, dhe me thonë, mushrikët e Mekës, kur i kanë pa musliman, ju kanë duk shumë pak. Nuk kanë duk shembull, ato janë kanë 300-400, anësit e mushrikëve janë duk 10, 15, 20, sikur me s'me qenë hiç. Dhe me thonë që ta mu rahatu. Keni pa shembull ti do me shku dikun, ato pak kanë. Dhe me thonë, po do me nisë diçka me ato, pak qenë kanë, i dalin qash. Edhe nisim me, jo i organizu mirë, se ato ma pak qenë kanë. Kështu dhe me thonë Allah subhanahu wa taala, e ka bënë që nësit e mushrikëve të Mekës musliman tjenë jo të organizuar, të dështuar, pak duken. Dhe me thonë të si, mos ja u vendojnë veshje shumë. Allah thotë Kur'an, wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum. Dhe kur ai Allah e bëri që ju të dukeni pak, fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Do më thonë edhe nësit e mushrikëve të Mekës e ka bënë që dukeni pak, li yaqdi Allahu amran, e pas Allah subhanahu wa taala e përmbush atë që e ka caktuar. Do më thonë këta dëshirat Zotit janë që kur Allahu don diçka të ndodhe, e bën sebebin. E bën sebebin, mirë po, ne nuk guxojmë me mbështet vetëm fuqinë Allah subhanahu wa taala. Ajo është vërtet, po mbështet fuqinë azhosën bëjnë, po jo, Allahu dhe leshanu mu ndihmat. Pse se unë e kom falë sabajnë? Anë dhe, e falë sabajnë, dush me shkum punë, dush me mësu, dush me studiu, dush me organizu, dush me qenë bashkë, dush me afalë njëri tjetëri, shumë procedura ka, për me të ndihmu Allahu. Siguraj që nuk e ka li vdevën. Ajë se Allah e runë devën, i ka u hub devja. E pas të ka thonë, jo, lidhe devën njerë, dhe pas të mbështetu në Allah subhanahu wa taala. Të në të vëzër, dhe me thonë musliman, janë mbështetë fuqinë Allah subhanahu wa taala, janë pregadit, mirë për Allah dhe leshan ju ka ndihmu. Thot Abdullah ibn Abbasi, para disa ditëve folëm për Abdullah ibn Abbasin, gjallin e Abbasit, radiallahu anhu, thot kur janë afru të dy ushtrit e muslimanëve dhe mushrikëve të Mekës, Allah e ka bënë që muslimanët të duken pak.
në sytë e jo besimtarëve, që betejë të zhvillojë dhe të përfundonte me triumfin e së vërtetës. Tash Abdullah ibn Abbas i thot, edhe mushrikët kur i kanë pa muslimanë që kanë duk pak, ama edhe muslimanë kur i kanë pa mushrikë se ata 1.000 vetë kanë qenë shumë, ju kanë duk pak. E tash te paksia për muslimanë ka qenë mirë, se këto informatë ka po se shumë janë mushrikët e Mekës, Allah e ka po si të muslimanëve që jenë pak edhe ju ka ardhur fuqia. A te mushrikët e Mekës ka pos pesimizëm, pse? Sa ato kanë qenë shumë të fortë, 1.000 vetë. Edhe kanë mendu që shumë të fortë janë kur i kanë ba, pas që këta qenë kanë pak edhe janë, si të them, janë rafshu. Do më thonë, asë, do e kundër ta te musliman kanë ndodhur. Të dashur vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të mundshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me tregu se filan vendi nesër ka me vdek. Për shembull, Ebu Gjehli ka me vdek në filan vendi, Umej ibn Khalifi në filan vendi, Utbe ibn Rebija në filan vendi. Kështu. Edhe tash Muhamedi Islami ka përmend vendet, ma vonë vjen koha e tregoj se si ka ndodhur. Edhe atë natë para se me nis lufta e Bedrit, edhe një mrekulli tjetër i ka thonë, Allah subhanahu wa taala i ka vendu në gjumë besimtarët. Edhe ai shiu që ka ra, edhe ka në gjumë, mirë po jo në gjumë të thellë, po një gjumë qetësues. Çka thot Zoti në Kur'an, idh yughashikum an-nu'asa amanatan minhu, kur ju mbuloj gjumi si një siguri prej tij. Siguri prej Allah subhanahu wa taala. Dhe më thënë, Allah dhe Rishani ka vëndu në gjumë që qëtësohen. Se njeriu veç në gjumë, këra e di sigura ndahet prej kësaj bote. Në gjumë se, a je i zgjuar, gajlet e kia, atje një gajlet, të një gajlet. Ama kur flenë njeriu, në këshputët nga kjo bote. Pra qka ka Allah subhanahu wa taala, një moment i ka vëndu në gjumë që qëtësohen. Edhe mos ta mendojnë luftën, po të qetësohen e pastaj kur janë organizu. Ibn Kathiri thot që ishte një bekim i madh punë e gjumit nga Allahu për të qetësuar muslimanët para se të ndodhë betejë e madhe që kanë bërë muslimanët me mushrikët e Mekës. Këto ishin disa mrekulli para se të ndodhë lufta. Tash disa mrekulli gjatë luftës. Kanë nisë tash lufta. Me ditën e shembull sot e 16 sonte, këtë këta ka ndodhur tash nesër nis lufta. Allah subhanahu wa taala thot prej mrekullive që kanë pas besimtarët zbritja e melekëve. Thot Zoti në Kur'an, idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum, kur t'ju thuash besimtarëve, a nuk ju mjaftojnë an yumiddakum rabbukum, që Allahu t'ju ndihmon juve bi 3,000 min al-malaikati munzilin, me 3.000 melek duke zbritur nga qielli. Pastaj me një vend tjetër thot Allah subhanahu wa taala, bal in tasbiru, në qoftë se ju bëni sabër, wa tattaqu, edhe në qoftë se jeni të devotshëm, wa yu'tukum min fawrihim, Allahu më njëherë ju dërgon juve dhe ju ndihmon bi 5,000 min al-malaikati musawwimin, munzilin zbritur, musawwimin të disi të shënuar, se të rreshtuar. Do më thonë 5.000, edhe 3.000, 8.000. Të dashur vëllezër, tregojnë besimtarët luftën e Bedrit, thot une me shpat u afrova të i mushriku i Mekës, kur e shof ati ju ka këput koka, po dhe unë habitëm se si është duke ndodhi. Si ndodhi? Unë 5 metre larg ati, thë unë mundona luftash, ose e vrasës e mvret në luft, normale. Por atë shka kena dal lufta, por atë shka zman me kërku luftën, se nuk e mirë. A më nëse vjen,
banu trim, dili pata. Thot unë me shpat, kur e shofa, koka ju, pa kohë. Atëherë, Allah subhanahu wa ta'ala ka të regu që me shumë melek ju kam ndihmu. Vrasja Umayya ibn Khalefit, Umayya ibn Khalef ka qenë pas e Buxehlit bile, në qëfë se analizojmë mirë, mos ja ka shku pak e Buxehlit për ka e keqja. Umayya ibn Khalef, shumë i keq. Umayya ibn Khalef ka qenë Bilali radiallahu anhu rob i këtij. Ju e dini se çka i ka bën Bilalit, të keni dëgju, kur i ka pranuar Islamin, e ka vendu gurin. Në 50 gradë në nxehtë ka shtrin, shkëtir në gur, edhe ka vendu një gur të madh, në bar. Ka thonë, ktheu nga Zoti jot, ktheu, ka thënë, jo valla më kthej. Ebu Bekri ka shkuar e ka blej. Sa pare i kërkon Umayya ibn Khalef për Bilalin, 1.000 lira të asoj kohë, që 1.000. Edhe ka marrë Bilalin e ja ka falë, ka thonë ti liri. Zi ka qenë ama, besimtari nuk dallon pësa i zi dhe i barë. Ka Allah subhanahu ta'ala nuk shifën njerëzit, nuk shifën dira, nuk shifën devotshmëri. Edhe Umayya ibn Khalef të ndërshën vëzër, para se me ndodh lufta e ka taku një sahabi, ka thonë Umayya, se pejgamberi sa ka përmend ti pranë se në këtë vend ki me vdek. Ati ka një frika pak. Edhe ka ditë, ka thonë, çka ka thonë Umayya? Ka thonë, Muhamedi nuk gënjen kur. A i ka njohë Muhamedi sa për në Mekke, 40 vjetë ka jetu bashkë, 50 vjetë. Ka thonë, a i njeri nuk gënjen kur. Nëse ka thonë a i, edhe e vërteta se Umayya ibn Khalefi ka vdek në vendin ku e ka caktu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Umayya ibn Khalef ka me vdek filan vendi. Ebu Xehli ka me vdek filan vendi. Ai tjetri ka me vdek kështu më radhë. Prej mrekullive që ka ndodhur luftën e Bedrit të ndërshëm vëllezër, ka qenë një sahabe me emrin Rifah ibn Rafi. Rifah ibn Rafi radiallahu anhu është godit me shigjet, pashinsi. Allah janë to, në për filma i këna po, në do filma kështu me shigjeta, ka u boj me indiane, në të tashe. Edhe, ama me qenë vet ati, nuk ka njëse. E ta shumë kur për e të regoj në sinë. Edhe, të e të regoj gjishtin tak sini, u kësherë se duron gjishtin në temë. Uj, sini ebë se duron gjishtin në temë. Pse, e mbron, siri, e mbron vetër. A shigjeta. Edhe për jam samë kër e ka pasin që ka i ka ndodhë, e ka marri, i ka këndu Kur'an. Edhe pak me poshtimin e buzës vetë ka prej kësirin, edhe ka bo doa dhe u ka shëru. Prej mrekullive, kjo është prej mrekullive, që i ka ndodhë Muhamedit a.s. në luftën e Bedrit. Të të shumë vëzër, pas luftës, njeriu nëse shkon të varet, për shembull ju fol, o filan, atë ndëgjon. Jo. Nuk ndëgjon. Dietarët kanë thonë jo. Luftën e Bedrit e kanë ndëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo ka qenë mrekulli vetëm për Muhamedit alayhis salam. Të kuptohemi dhe të mirëmi vesh. Një ditë për e ditëve, ato sahabët, tash, të qajtë dertë, mirë po përmendën, argumentohet, dhe më thonë, sahabët e transmetimet e Bukhariu, Muslimi, kanë rënë dakord se hadithin sahih, ku të regon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shku të pusi, ku i kanë hodhë ato mushrikët e Mekkës, i kanë hodhë, i kanë të bu, kër kanë dhejkë, i kanë të bu me në vend edhe ka shkuj dhe u ka folë. Ju ka thonë, o, filan, i biri filanit. A do të kishit dëshiruar që të kishit besu Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të dërguarin e ti. Ne kemi gjetur të vërtetën. Dhe atë që ne ka premtu Zoti in, Muhamedi tash ju thotë,
A e keni gjetër ju të vërtetën atje për të cilën luftuat dhe na masakruat dhe na bënët padrejtësi? Omeri radhiyallahu anhu, kur ndëgjon Muhamedi sa duke u fol njerëzive të vdekur, thot: Ja Rasulullah, pse ju flet trupave njerëzve që nuk kanë shpirt? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: Pasha Allahun i cili ndonën e vetë ka shpirtin tim, Muhamedi alaihi wasallam, ata e ndëgjojnë fjalën time më qartë se ju që jeni gjallë me mua. Do më thonë, Muhamedi sallallahu kur ju ka fol mushrikëve, ata e kanë ndëgjuar më mirë fjalën e Muhamedit sallallahu se sa sahabët që kanë qenë gjallë dhe kanë dëgjuar. Komentojnë njerëzit, dietarë, muslimanë, besimtarë kanë komentuar si kjo ka ndodhur, Allah subhanahu wa taala i ka kthi shpirtrat e mushrikëve në atë moment për ta ndëgjuar fjalën dhe fjalimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si qortim në nëshmim dhe ndëshkim për punën dhe veprën e keqe që kanë bërë ata ndaj muslimanëve. Pasha Allah, çka u kanë bërë ata muslimanëve në Mekë nuk parafitërohet. Jo e shifni nga Gaza, për shembull, izolimin që e kanë bërë. Muslimanët Muhamedi sallallahu këtë izolimi ka kaluar 3 vjet. 3 vjet në 8 ditë kanë qenë të izoluar në shkretë të tirë. Edhe u kanë thënë njerëzit dikush prej mushrikëve, jo besimtarëve të Mekës, ama që kanë qenë më të dhimbshëm pak, u kanë thënë shef diçka, ujë, bukë, një copa. 3 vjet. Që ka Umej ibn Khalefi, Abu Jehli aje. Pa çka ka Allahu ka bërë mundshme prej mrekullive pas luftës Bedrit që t'ju fole. Por mi në smudhe, mi në shkollë, mi dregu që e vërteta s'ka qenë me ju, por ka qenë me ne. Disa mësime të ndershëm vëllezër nga lufta e Bedrit e para, fitore vjen nga Allah subhanahu wa taala. Sa do që njeriu përgatitet të ka ushtrinë e fortë, nëse Allah nuk don, nuk fiton. Mirë, por nëse Allah e vendos ti me fitu me ushtrinë tënde, kemi fituar edhe pse ndoshta nuk je i përgatitur në nivelin e duhur. E dita besnikëria. Besimtarët janë besnik. Ai që nuk ka besnik duhet me analizu veten apo besimtari mirë ai. Do të thonë besnikëria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e qartë dhe para shkak edhe e kanë fituar luftën. E treta, lutja të ndershëm vëllezër. Lutjen mos e anashkaloni. Dua, mos e anashkaloni. Duaja e shkon murin. Duaja është shumë armë e fortë që e ka besimtari. Edhe shfrytëzonja duan posaçërisht muajin Ramazan. Djalli i mostron njerëzit pastaj tërhiqet. Djalli, shejtani, por atë që bën me ndëgju shejtani. Se të mundohet të mashtron edhe pastaj tërhiq, çfarë thot? Wa idh zayyanahum ash-shaytanu a'malahum, kur shejtani u zbukuron juve edhe neve punt, wa qala la ghaliba lakum al-yawm. Edhe thot shejtani vallallë, s'kam përgjegjësi. Çfarë përgjegjësi kam? Pse më dëgjut ju? Unë ju rrejta, unë ju gënjej dhe më dëgjut. Edhe unë ju tërhiqet. Fitnegjit, në botë kështu janë. Fitnegjit janë loja e shejtanit, edhe fitnegjit. 2 vetë i fusin në fitne, në lufte, në përçarje dhe ata tërhiqet, thotë vëllai. Unë se nuk e dita se kështu ka mendohet. Tu ata forën e përdorin, kështu e. Më thonë shumë lehtë, pse se janë pjesë lojës së shejtanit. Përmbushje e premtimeve dhe emaneteve që Allahu xhaleshanu i ka premtuar për besimtarët, i mbush dhe i realizon. Do të thotë herë më duket se vonohen, mirë po ato vinë në kohën e caktuar, por ne ndoshta vinë vonë. Se do herë njeriu ka qef më njëherë punë, ama ata Allahu nuk funksionon kështu. Allahu xhaleshanu e din më së miri se kur ne mirë edhe kur na sprovon. Ndihma e melekëve të ndërshëmës. Do më thonë, se cili për ne që i ka nga një melek. Në gjatë nga një melek nënën e majtë.
Mirë po kemi melek, si pas transmitive, pala një, mbrapa, një nalë, një po, që na ruaj, na mbrojt. Mirë po kemi edhe shejtanit. Tash Ramazani prangësën, apo mos Ramazanit, vazhdon ai punën e vet. Por atë shkak të ndosë vëzë, melekët janë një forcë e madhe që kur don Allah subhanahu wa taala i çon me i mbrojt muslimanët. Ato na mbrojnë si ashtu, por ndonjëherë i çon me detyra të posaçme. Unë për sot mendoj që është mjafton, inshallah Allah dhe shanuhu na mundson një jetë mirë, një agjerim të rahatshëm deri në ditën e fundit të muajit. Zoti na të gjithëve juve dhe mua na udhëzoft dhe së bashku të gjithëve në xhenet na çoftë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.